Gjëja që ngushëllon më së shumti një besimtar ose një besimtare kur humbet një njeri të dashur ose të afërm tek zemra është një hadith kutsi që transmetohet tek Sahihu i Bukharit, ku thot Zoti i gjithësisë: "Mali abdil mu'min jazaa'un idha qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah." Nuk ka shpërblim pra tjetër, siç kuptohet prej hadithit, nuk ka shpërblim tjetër për robin tim kur unë ja marr shpirtin të dashurit ti ose atij pra që ka afër zemrës ti, dhe ai bën durim vetëm se xheneti. Elus Allahun e lartësuar që çdo njëra që është sprovuar me ndarjen e përkohshme që është vdekja, pra elus Allahun e lartësuar që ta shpërblej me xhennet, thuaj amin.